Pas kritikave të opozitës se po vonon procesin e zgjedhjeve të reja, presidentja e Kosovës Vjosa Osmani ka deklaruar se pret që brenda afatit kushtetues të 19 tetorit thirret seanca ku do të votohet për mandatarin e dytë për formimin e qeverisë. Ajo bëri të ditur se kandidatura e Glauk Konjufskës e propozuar nga lëvizja vetëvendosje është vlerësuar nga ana e saj si presidenti si një mundësi reale ndaj dhe procedura është filluar në kohën e dur. Osmani theksoi se nuk dëshiron të paraqykojë rezultatin e votimit duke nënvizuar se përgjegjësia për zgjedhjen e mandatarit dhe hapjen e radhës si mbetet plotësisht kuvendit dhe partive politike. Sipas saj, e vetmja detyrë e presidentës është të sigurojë respektin e afatit kushtetues dhe kjo, siç shtoi ajo, është përmbushur pas një shkelje. Në vijim të debatit politik, presidentja u përgjigj edhe akuzave të opozitës sipas të cilave ajo është arrestuar në anën e Albin Kurtit. Osmani hodhi poshtë këto pretendime duke theksuar se ka vepruar vetëm në bazë të kushtetutës. Ajo kujtoi se bllokimi politik dhe vonesat prej 9 muajsh janë shkaktuar prej faktorëve të tjerë dhe jo nga institucioni që ajo drejton.